Është zhvilluar këtë tenjë mbledhja radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës, drejtuar nga nënkryetari i Këshillit Bashkiak Novruz Rokaj, ndërsa të pranishme nënkryetaret e bashkisë Toshkallari, Llanaj dhe Lalo, me një rendite prej 14 pikash. Mbledhja trajtoi përveç çështjeve sociale, disa projekt vendime të rëndësishme, si projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 80 data 02/12/2021 për përcaktimin e disa kundërvajtjeve administrative dhe sanksionin që vendoset për ato në territorin e Bashkisë së Vlorë, si dhe pika 11, raporti monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026. Drejtoria e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit Anjeza Shiko, referuar projekt vendimit 6, ka prezantuar propozimet e administratës për fashat e orareve të hedhjes së mbeturinave urbane në kontenier për grupet e interesit, subjektet fizik dhe juridik. Ndërmarrja e pastrimit Bashkia Vlorë ka propozuar fashat orare për hedhjen e mbetjeve urbane, kryesisht të ndarë në 2 periudha, periudha e sezonit turistik dhe periudha jashtë sezonit turistik. Për të dyja fashat orare janë përcaktuar grupet e interesit si kur janë qytetarët dhe bizneset. Për qytetarët, në periudhën e sezonit turistik janë propozuar fashat orare për mëngjezin ora 6 e mëngjezit deri në orën 10 dhe në mbrëmje ora 19 deri në 23. Ndërsa për subjektet fizik dhe juridik janë propozuar oraret ora 15 deri në 16:30 dhe në mbrëmje ora 23 deri në orën 3 të mëngjezit. Ndërsa fasha orare për hedhjen e mbetjeve urbane jashtë sezonit turistik vijon me të njëjtën fokus si oraret e sezonit për 2 grupet e interesit, familjet dhe subjektet, ku për familjet është propozuar oraret me 2 fasha mëngjes dhe mbrëmje, 6 me orën 10 të mëngjesit dhe 19 me 22 të mbrëmjes. Ndërsa për subjektet fizik dhe juridik, propozohet orari 6 me 9 të mëngjesit dhe në mbrëmje ora 9 me 23. Më pas këshilltar të opozitës, por dhe këshilltar të mazhorancës, kanë kërkuar nga Drejtoria e Pastrim Gjelbërimit detaje më shumë për projekt vendimin. Pyetja e parë që kam unë për drejtorim për kace është ky ndryshim që kërkojnë këta zotrinj në krahasim me projekt vendimin i cili ka qenë i miratuar. Çfarë pretendojnë këta që të sjellin më shumë për qytetin, për pastërtinë e qytetit me këto fasha orare? E dyta, në konsultimin publik që unë kam parë, është zhvilluar pikërisht në këtë sallë, me prezencën e jo më shumë se sa 50-60 personave nga cilët administrat, pjesë e ndërmarrjes, disa qytetar, po ndofta edhe ndonjë biznes. E din këta zotrin çfarë do me thënë konsultim publik dhe e din kush është territori të cilin këta mbulojnë në territor gjeografik nga Gryderdhja e Vjosës deri në majën e Llogorajt, përjashtuar atë prokurimin që ndodh gjithmonë nëpërmjet ministrisë që ka të bëjë me vijën bregdetare, se jam i sigurt që do na i përmendi Drejtoria për kace. Në të njëjtën kohë dhe pyetja e tretë është deri tani si e vlerëson Drejtoria për kace punën me kryetarin e re të bashkisë lidhur me pastërtinë e qytetit dhe gjelbërimin, se faktikisht janë bashkuar të dyja këto drejtori, gjelbërim pastrim. Si e ka vlerësuar deri tani? Qyteti jon është më i pastër se sa përpara ardhjes në detyrë të zonjës Mersini, apo është më i pis? Si e kanë këta statistikën e tyre? Pastaj do këtë vlerësim e bëjmë qytetarët më tepër se sa. Po kanë dhe këta se bëjmë këta statistika apo? Sa metra kub kanë hequr, sa janë ato tona çaj kanë si masin. Duam të dimë se ne pastaj do marrim të dhënat për të bërë krahasimin me më përpara. Unë kisha një pyetje për drejtoreshën e ndërmarrjes së pastrimit lidhur me fashat orare që do të vendosin për hedhjen e mbeturinave. Qytetarët do të njoftohen në qytetin e Vlorës për oraret, po me turistat si do të veprohet që do të vinë? Nuk kanë informacion, keni marrë ndonjë masë si do të njoftohen turistat? Si do të identifikohen si subjektet si qytetarët? Do të ketë kamera në kontenier apo me policët bashkiak? Kam përshtypjen që me policë ne kemi të pamundur që të mbulojmë gjitha vendet e hedhjes së mbeturinave. Si do të monitorohet? Sepse këtu kemi dhe gjoba apo jo? Ngrej një shqetësim që kanë për banorët e lagjes, jo shumë se 200 metra nga këtu ku ndodhemi, mbrapa Globes, janë ato kazanët e pastrimit, qytetarët aty janë kohën shpesherte, ku nuk kujtojnë se unë mos jam punonjës i bashkisë, unë sjell vetëm shqetësimin e tyre.
hiqen mbeturinat për ato që janë brenda dhe pjesa jashtë, sepse duke qenë se janë pak kosha dhe ngelen jashtë, jo vetëm që nuk hiqen, po as nuk disinfektohen edhe mizat tani tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. A keni ndonjë orientim, a keni ndonjë kontroll të shtuar për këtë punë? Ky projekti për sistemimin e kontenierëve të mbeturinave është vetëm për qytetin, sepse me sa kam parë unë, koshat apo kontenerët janë të sistemuar në ato mbrojtëse deri te kalaja. Në njësitë administrative në përgjithësi dhe në veçanti Orikumi, që është njësi administrative që ka turizëm në majorancë, ka shumë turizëm, të gjitha kontenerët janë të pasistemuar dhe duke qenë se është një zonë që zakonisht ka rreshje dhe fryner, na duhet që të zbresim në makinat që të heqim kontenerët e t'i çojmë te vendi, se na dalin para makinës. Pse kjo sistemimi i kontenerëve ka ngecur deri te kalaja? Derisa ju nuk implementoni në projekt vendim kërkesat e digjesës, apo kërkesat e tregtarëve, apo kërkesat e tjera, i bie që e bëni sa për të kaluar radhën. Pjesa tjetër është që dhe ndërmarrje pastrimit gjelbrimit, po të shikojmë dhe raportin 4 mujor, 80% e zonave ku ka ndërhyrë janë lungomare, krasitje, qyteti nuk është vetëm lungomare. Nuk mund të harxojmë neve 9.2 milion euro bashkë me investimet për pastrimin e 2026-ës për pastruar vetëm lungomare dhe 3 rrugë kryesore. 2.5 milion euro ka marrë Duka. 4.2 milion euro kemi harxuar në 2025-ën me Ermal Dredhën. Tani me Brunilda Mersinin duhet të harxojmë 9.2 milion euro investime. 2 fishi, çka ka ndryshuar në qytet asgjë? Duhet ta mbështesim, sepse ne të gjithë kemi qenë këtu kur kemi ngritur si problematika dhe shqetësim kryesor pikërisht çështja e mjedisit. Niveli pastërtisë kërkon bashkëpunimin e të gjithë aktorëve. Për drejtoren shikon për shumë se ndëshkimin, projekt vendimi synon ndërgjegjësimin e qytetarëve. Këto propozime apo këto rregulla vinë në shërbim të një qyteti më të pastër. Dhe mendojmë se duke patur një disiplinë për hedhjen e mbetjeve, jo në çdo kohë do ketë mbetje në qytet. Kjo është arsyeja kryesore pse ne kërkojmë një ndryshim të këtij vendimi dhe përfshirje në këto fasha orare dhe të qytetarëve për cilët deri më sot nuk ka pasur një rregull se kur do të hidhen mbetjet. Kemi marrë masa, janë dëshkuar bizneset sipas vendimit numër 80 për kundërvajtjet administrative, po patjetër që është përmirësuar. Është përmirësuar dhe luftën që kemi ne sot është ndërgjegjësimi qytetar. Nga ky moment që do të miratohen oraret dhe deri në vijim administratës ndërmarrjes së pastrimit i shtohet një detyrë e cila ka të bëjë me ndërgjegjësimin qytetar. Kjo është lufta më e madhe që ka bashkia dhe ndërmarrja. Në kontenerët që janë në pikat e grumbullimit të mbetjeve do të vendosen dhe adeziv me fashat orare që dhe çdo qytetar që nuk do ketë mundësi të dëgjojë apo të informohet nga mediat, në momentin që do të bëjë hedhjen e mbetjeve do të ketë të shënuar orarin. Projekt vendimi 6 për përcaktimin e kundërvajtjeve administrative dhe sanksionin që vendoset për ato në territorin e Bashkisë Vlorë, si dhe raporti monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026 kanë qenë dy çështjet më të debatuara në mbledhjen e kësaj të njëjtaje të Këshillit Bashkiak të Vlorës.